Ato ditë në kongres të manastirit, u mlodhëm nga të katërante e Shqipërisë dhe nga komunitetet shqiptare në rrëdhenat huaja. Por u treguam me të vërtetë shqiptar, sepse asnjëri nuk donte me lëshu asnjë fije penit nga menimi vet atij tjetrit. Kongresi ish gati të shpërndajë pa marrë asnjë vendim. Atëherë u smujta me dru e ma. U shova në kamë u fola. O burra shqiptar, pa me të vërtet do t'i lam marrë vetit para të në botës. Pa me norin do pak, more, se shka do të thomi në shqiptarve kur na të vesin, se shka kini baje djetarët e tjenë manastirë. E shka do të thomi në njerëzit pa shkollë që nuk din as me shkrue, e as me knue. Po na jemi ata që me